Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirdita. Jam një grua 40 vjeçe dhe ngjarja që do ju tregoj tani më ka ndryshuar plotësisht jetën time. Jam e martuar prej disa vitesh dhe burri im e ka një djalë nga martesa e tij e parë, i cili tani është 26 vjeç. Kur ne u martuam, ai ishte më i vogël dhe jetonte me familjarët e tij në një qytet tjetër, kështu që nuk kishim pasur mundësi të kalonim shumë kohë bashk apo të njiheshim thellë. Por disa muaj më parë, rrethanat ndryshuan dhe ai vendosi të kthehej për të jetuar me ne në shtëpinë tonë. Në ditët e para kur erdhi, unë kisha një lloj stepjeje. Është gjithmonë një situatë disi e çuditshme të ndash të njëjtën çati me një djalë të rritur, të cilit i bie të jesh njërka atij, por që në fakt diferenca moshës nuk është aq e thellë sa të jesh vërtet si një nën për të. Pyesja veten si do t'i ndanim hapësirat apo a do të ndiheshim rehat në praninë e njëri tjetrit. Për fat të mirë, ai ishte një djalë shumë i komunikueshëm, i shkathet dhe nuk e kishte problem të fliste për çdo gjë. Gjërat filluan të rridhin shumë natyrshëm. E përveç kësaj, burri im ka një punë që e detyron të udhëtoj jashtëzakonisht shumë. Ai ka detyrime në përrethët e ndryshme dhe shpesh nuk kthehet në shtëpi për 2 ose 3 ditë radhazi. E kjo bënte që unë dhe djali 26 vjeç të kalonim pothuajse gjithë javën vetëm. Me kalimin e kohës, shtëpia u mbush me një lloj energjie të re. Ai ishte i lirshëm në çdo veprim dhe nuk njihte komplekse. Fillimisht gjithçka nisi me shakate vogla, e sidomos në mëngjes. Ne zgjoheshim herët, uleshim në kuzhinë, pija kafen time, ndërsa ai bëhej gati për të dalë. Aty nisnin ato ngacmimet e para. Nuk e kuptoj si mund të kesh këtë moshë dhe të dukesh kaq mirë që në pikë të mjesit, më tha ai një ditë krejt papritur. Unë e mora thjesht si një kompliment që sikurse ai donte të thyente akullin dhe ju përgjigja duke qeshur e duke i thënë që nuk jam as e para e as e fundit që e mbaj veten. Por ai nuk ndalej aty. Ti dukesh si shoqja ime, e jo si njerëk, jo si gruaja e babait tim, shtonte ai. E unë gjithmonë e kaloja situatën me ndonjë batut, duke i thënë që ishte ende i vogël dhe duhej ta mbante mendjen tek vajzat e moshës së tij e jo të merrej me mua, edhe pse në fakt ai ishte 26 vjeç dhe ishte bërë tamam një burr i rritur. Në të vërtet ato fjalë mua më pëlqenin, por unë kisha kohë që kisha rënë në atë qetësinë e martesës ku fjalët e bukura mungojnë. Të dëgjoja fjalë të tilla nga një djalë i ri me kaq vetbesim, padyshim që ma ushqente edhe mua dëshiren dhe me bënte të ndihesha një grua e vlerësuar apo e plotësuar. E kështu që raporti ynë kaloi në një fazë tjetër pas një mbrëmjeje ku kishim shumë kohë të lirë. Ishte një natë me shi, burri im ishte në udhëtim dhe ne porositem diçka për të ngrënë. Pasi mbaruam darkën, u ulëm në sallon.
e biseda ndoshta doli pak jashtë kontrollit dhe jashtë kornizave të zakonshme të shtëpisë. Filluam të flisnim për jetën, për zgjedhjet që kemi bërë e për marrëdhëniet. E ai kishte një mënyrë të foluri shumë të drejtë për drejtë, nuk i binte anash. Në një moment ai më pyeti se çfarë kërkoja në të vërtetë nga jeta. E unë ju përgjigja shumë sinqerisht. I thash që në një moment të caktuar njeriu kërkon thjesht qetësi, stabilitet dhe kënaqësi. Por ai qeshi me ironi dhe tha fjalë që më goditen. Njerëzit kërkojnë qetësi kur dorëzohen, tha. Por ti nuk dukesh si një grua që është dorëzuar. Ti ke zjarr brenda vetes, thjesht e ke mbuluar me atë idenë që ke një burr, më tha ai. Ato fjalë ngritën një tension të ri mes nesh. Kuptova që ai nuk po më shihte vetëm si një pamje të bukur, por po kërkonte të më nxirrte nga ajo guaska ime. Nga ajo natë çdo bisede jona kishte një lloj nënkuptimi, një lloj fjalësh që ne të dy e luanim pa përmendur kur me zë të lartë se ku po na çonte dhe se çfarë donim. Erdhi një fundjavë ku ndodhi edhe pika kthesës. Unë kisha një projekt në mendje, kisha bërë ca plane. Kemi një obor mjaft të madh mbrapa shtëpisë dhe ndër të tjera kemi një pemë fiku të vjetër që zë një pjesë të mirë të hapësirës. E prej disa javësh kisha vënë re që degët e asaj peme kishin zënë disa gunga. Ishin ato gunga që po i thanin pak nga pak. Ishte bërë domosdoshmëri që ato degë të priteshin dhe të pastroheshin sa më parë, në mënyrë që pema të mos dëmtohej e gjitha. E nga që pema ishte e lartë dhe unë nuk i arrija dot, i kërkova djalit të më ndihmonte me punën. Ajo tregua i gatshëm më njëherë. Doli në obor me shkallën, me gërshere të mëdha dhe një shartë e vogël, e puna nisi shumë qetë. Pasi përfunduam të gjitha ato, edhe pse ishim me rroba pune dhe situata ishte krejtësisht e zakonshme, ngacmimet mes nesh ishin në maksimumin e tyre. Mos më rri aq afër poshtë shkallës, më tha ai nga lart me zërin e tij të ulët. Nuk po përqendrohem dot te këto degë që duhet të pres, më thoshte ai. Shiko punën tënde aty lart dhe mos e mbaj mendjen të tërkont, i thoja unë. Se po pashi nuk e bën mirë, do të zbres poshtë nga shkalla e do ta bëj vet, i thoja unë, ndërsa ai qeshte. E po mirë të shohim kush ka më shumë fuqi dhe guxim në fund të ditës, më ktheu ai. E kështu që asaj pasdite po i vinte fundi. Ne ishim lodhur bukur mirë, duke hequr gjithë ato pjesë të fikut dhe obori u pastrua. Dielli perëndoi dhe vendi u zhyt në një heshtje. Ne e lam shkallën aty dhe ecëm drejt derës së pasme të shtëpisë, e cila të lidh me këtë korridorin e vogël para se të hysh në ambientet e tjera. Hym njeri pas tjetrit, unë kalova para, e ndjeva kur ai mbylli derën pas vetes, dhe kudo ishte akoma errësirë lehtë dhe plot qetësi. Nuk ishte me shaka me zë të lartë, asnjë të qeshur si në obor. Eca disa hapa në korridor dhe qëndrova pa lëvizur. Pa shkuar as tek dhoma ime dhe as tek salloni, e dija shumë mirë se çfarë po ndodhte. E dija që gjithë ajo lojë, ato bisedat e gjata dhe ngacmimet e vazhdueshme e kishin çuar gjendjen aty ku nuk mund të bënim sikur nuk kuptonim. Ai doli përpara meje, duke me qëndruar shumë pranë, me pa me siguritë e plotë dhe me tha me një zë mjaft të ëmbël. Ti mendon vërtet që unë jam vetëm një djalë i ri që merret me fjalë.
I dola përpara e i qëndrova aty stoike. Nuk e kisha ndërmend t'i jepja kënaqësinë e tërheqjes, por doja t'i qëndroja sfides deri në fund. Deri tani, unë vetëm fjalë kam parë, ju përgjigja duke shikuar këmbët e mia, sepse nuk kisha guzim ta shihja në sy. U ofrua plotësisht meje duke mos më thënë asgjë, me kapi dhe me puthi hapur pa asnjë hezitim. Ishte një veprim që mbajti brenda gjitha tension të mbledhur gjatë gjithë asaj dite që po ngacmonim në maksimum njëri tjetrin. Por megjithatë, ne akoma se dinim se ku duhet të ndaleshim, dhe fillova dhe unë që ta puthja. Ai me puthte, e unë edhe më shumë, ndërsa unë nuk ndaloja. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.